63.000 zarfet e ardhura nga Greqia me votat e emigrantëve do të numërohen. Kryekomisioneri Ilirian Celibashi, pasi dëgjoi pretendimet e opozitës që akuzoi për manipulim, shpërndarje të materialeve tek personat pa autorizuar dhe përdorim të postave të nënkontraktuara, por dhe pëson që kërkoi vijimin e punës, vendosi rifillimin e numërimit të votave. Vendos vazhdimin dhe përfundimin e numërimit dhe të vlerësimit të çdo dokumentacioni zgjedhor të votuesve nga jashtë të ardhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe tabelimin e rezultateve përkatëse për subjektet zgjedhore, kandidatët që janë nështruar votimit preferencial për çdo qark. Më herët edhe KASE kishte cilësuar procesin të rregullt, por në kolegjin zgjedhor opozita kërkoi bllokimin e numërimit. Edhe aty mori vendim kundër. Lënë fuqit vendimin numër 13/13/25 komisioni ka ankim dhe sankcione. Ky vendim është i formës së prerë. Tashmë në të gjithë vendin ka përfunduar numërimi i fletëve për partitë dhe kandidatët, ndërsa votat e ardhura nga Greqia do të shënojnë fundin e këtij procesi. Opozita ka paralajmëruar ankime, ndaj dhe vetëm pas përfundimit të tyre KQZ do të ndajë 140 mandatet, 83 për Partinë Socialiste, 50 për Partinë Demokratike, 3 për Partinë Social-Demokrate, 2 mundësia dhe nga një lëvizje bashke e koalicionin Nisma Shqipëria bëhet.